shpresë dhe është shumë mosh. Edhe në mini të ka thënë që se kam Kështu që unë mendoj që zoti Rama e ka mbështet Zoën Osmani dhe po shihet. Edhe kur janë hek, mos të harrojnë sanksione e EU-s. Zoti Rama ka bu një reklam jashtëzakonisht madhe ku i afrohet thotë kjo Zoja i ka hek sanksionet e tjere. Kemi pas disa inserte të cilat i kemi marrë. Zoti Rama po ja jep një përkrahje Zoës Osmani, apo e bën tashti për politikë të vetën që pak mi u kundërvu zotit Kurti atë e dinaj mas mirti, por si që duket që po e mbështet Osmani dhe po e godet Kurtit. Unë menaj që po, se këtu hatërmbetit me pa marrë parasysh. Zoti Kurti për Kosovë është njeriu më i votuar, por edhe zoti Rama për Shqipëri është më i votuar. Kështu që ata kush po don me e marr primatin. Njerëz po shtyhen këtu thonë njëri nishi për shqiptarët, në Ballkan është Rama, tjerë thonë nishi për shqiptarët është zoti Kurti, domethënë këtu është mes këtyne kisha me thonë tash gjigant nuk po du mi thonë, po njerëz shumë të fortë burgshtetasve, të cilët po luajnë rolin kryesor në Ballkan, se cili ka me qenë nishi për shqiptarët. Kush nga këta përpos ato që më i gjatë e dim kush është, po kush ka fuqi më të madhe të shqiptarët rajon, sipas teje? Për momentin, sado që unë, masi që the jom Kosovëcentrike, unë anoj përsëri ka zoti Kurti se është kryeministri im, tash duhet me thonë dorën zemër, por si që shihet ndikimin ma tepër për momentin se ne duhet me i marë parasysh edhe ata në rrafshin e Ballkanit, ku i kemi gjitha viset shqiptare, mendoj që zoti Rama ka një ndikim pak ma, një shtridhje pak ma të madhe.